Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Rreth mesnate pati 2 shpërthime në Lezhë e në Memaliej. Në qytetin verior shpërtheu një bombë e madhe gazi në një by rektore që shkaktoi dëme deri në biznese e makina përreth. Pronarët flasin për dëme të pallogaritshme. Dëmet janë pallogaritshme. Me pasata, me përfere, me tavane, me gjithçka. Në ora 11 më telefonoj një klient, banon këtu Fipër dhe ka ndodhur një shpërthim sa këto afër punës sane, dhe jam një direkt kam marrë. Një shpërthim e lëndë plasës e u regjistrua në oborrin e një banese në fshatin Toç të Memaliajt rreth mesnate. Nuk ka të lënduar. Policia bën me dije se gjatë largimit në afërsi të fshatit Qesarat nga autori apo autorët u dogj automjeti i përdorur për ngjarjen duke vijuar në këmbë. Mësohet se shtëpia është në pronësi të shtetasit Burian Kapa, kryetari i njësisë administrative Qesarat. Ai pohoi se nuk ka konflikte me njeri. Finalizohet operacioni i koduar kontingjenti në Paskuqan, parandalohet një ngjarje e mundshme kriminale kundër personit dhe pronës, si dhe zbardhjen e 2 të tillave të kryera nga një shtetas me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Në prangë ra një 37 vjeçar që për qëllime kriminale mbante lëndë eksplozive, djegse, armë zjarri dhe një motomjet të dyshuar të vjedhur pa targa. Në momentin e ndalimit ai kishte vendosur mask silikoni. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Pas daljes nga Spaku, ku sot ishte në zbatim të masës detyrim për paraqitje, Sali Berisha deklaroi se do të paraqitet me kënaqësi në gjykat nëse thirret si dëshmitar në çështjen partizane. Kryetari Demokrat sfidoi edhe kryeministrin Edi Rama që të bëjë të njëjtën gjë. Berisha theksoi se deri tani nuk është thirrur në seancë. Po më thirri gjykata, do shkoj me kënaqësi. E merr vesh se ta bëj Edi Rama aty. Let vi po të doj. Let vi, thjesht me kamera, ta shohin të gjithë shqiptarët. Lajme nga rajoni. Sot në Shkup u zhvillua protesta e studentëve shqiptar në universitetet shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ata kërkuan respektimin e ligjit për gjuhët e të drejtën e përdorimit të shqipes edhe në provimet që japin. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha reagoi për protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut në X, përdorimin e gjuhës samtare, cilësoi të drejtë themelore të garantuar nga Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Ministri Hoxha theksoi se institucionet duhet të gjejnë zgjidhje të drejta e të qëndrueshme duke e trajtuar çështjen me maturi dhe larg çdo politizimi. Ish-krye diplomatja Elisa Spiropali reagoi për protestën, e tha se mbrojtja e shqipes është çështje dinjiteti dhe drejtë themelore. Ndërkaq theksoi se dalja në protest për një të drejtë të garantuar me kushtetut tregon se diçka nuk po funksionon siç duhet në praktik. Një shtet që garanton gjuhën forcon barazinë dhe besimin e qytetarëve, theksoi Spiropali. Qeveria greke prezantoi skemën për të kompensuar kostot e rritura të karburantit të ndikuara nga kriza energjetike dhe tensionet ndërkombëtare. Programi synon të lehtësojë barrën ekonomike për shumicën e drejtuesve të mjeteve në vend. Sipas gazetës Kathimerini, skema parashikon 50 euro për pronarët e makinave që jetojnë në territorin kontinental, pra pjesën toksore të Greqisë. 60 euro për të zonave ishullore, ku kostot të transportit dhe furnizimit janë më të larta, 30 euro për pronarët e motocikletave në territorin kontinental, 35 euro për motocikletat në ishujt grek. Lajme nga bota. U rrit në 34 numri i viktimave nga sulmet e fundit amerikane dhe izraelite kundër Iranit, siç raportoi Al Jazeera, duke specifikuar se mes tyre ishin 6 fëmijë 9-10 vjeç. General Major Maid Kademi, kreu i shërbimeve të inteligjencës së Gardës Revolucionare të Iranit, sot u vra në një sulm ajror. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë një plan për t'i dhënë fund armiqësive dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit, raportoi Reuters, duke cituar burime anonime që e kanë informacion për çështjen. Marrëveshja korniz u artua nga Pakistani dhe u shkëmbye me Iranin dhe Shtetet e Bashkuara gjatë natës. Dokumenti përshkruan një qasje me 2 faza, me një pushim të menjëhershëm, të ndjekur nga një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Akordi parashikon rihapjen e Hormuzit brenda 15 deri në 20 ditëve, me bisedimet përfundimtare që do të zhvillohen në kryeqytetin pakistanez Islamabad. Më herët presidenti amerikan Donald Trump përsëriti kërcënime për sulmen e infrastrukturën iraniane nëse Teherani nuk e hap ngushticën e Hormuzit. Këto deklarata i bëri disa orë pasi forcat amerikane shpëtuan një antar të ekipit që është rrëzuar nga një aeroplan luftarak F-15.
Ndërkohë, pavarësisht njoftimit të OPEC Plus për një rritje prej 206.000 fuqish në ditë në prodhimin e naftës në muajin maj, çmimet e arit të zi vazhdojnë ngritjen. WTI është rritur me 1.93% në 113.69 dollar për fuqi, ndërsa Brent me 1.64% në 110.67 dollar. Parashikimi I motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjellët në territor dhe me vranësira të pakta kalimtare në relievet malore në lindje. Era fryn me drejtim veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 6 metër për sekond. Për gjatë vijës bregdetare, zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metër për sekond. Temperaturat variojnë nga 5 në 25 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Eriselda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.